الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله Ndër pejgamberin në gjennet kishë zanë vend Falej lutej për mu të mjerin Mos me mda për gjennem Falej lutej për mu të mjerin Mos me mda për gjennem Salatullah, salamullah عليك يا رسول الله صلاة الله سلام الله عليك يا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المؤمنون يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم تداشر وزر مسلمان الله جل شانه وجل جلاله مكت آية كريم çordnan Allah alem bimuradi ne jetën disa minutë dhe marrëm disa frim në hijen e fjalëve të Allahu dhul Gjelal dhe në kulmin e medresës së Rasulullahit alayhi salatu wassalam duke I lutë Allahut fuqi plot që ai me fuqinë e vet mbar musliman prej zullumit të zullumtarëve Allahu t'i shpëton ndërsa zullumtarët mes vete t'i shkatërron po ashtu lusim Allahun dhul Gjelal që ai me mëshirën e vet neve si gjunahkar për azapit të xhehenemit të na shpëton xhennetul firdausin nasib të na bën amin vëllezër të dashur ishim në hijen e surës së bekuar suratul Hujurat por sot murëm leje nga ajo surë bekuar që të uhazën një ajet nga një tjetër surë të bekuar pra ajetin që lexoj para jush është ajeti I parë I surës Isra nga se me këtë ajet Allahu dhul Gjelal dëshmon Isran e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot Subhanalladhi asra bi abdihi I lartë madhruar është ai
cili e udhtoi robin e vet në një pjesë të natës, lejlen, min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa, udhtimi bukur I gjatë për një moment shumë të shkurt, prej Mesgjidul Haramit deri në Mesgjidul Aqsa, arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj prej Mesgjidul Aqsas u ngrit në Sidratul Muntaha, e gjithë kjo me dëshirën, me mëshirën dhe me fuqinë e Allahut Dhul Jalal. Pra vëllezër të dashur, Isra's dhe Mi'rajit I paraprin disa ndodhi të cilat I përjetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mjaft vështirësi, por me guxim burrërie, me trimni të tij siç ishte ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra cilat ishin ato punë të cilat ose ndodhi të cilat I përjetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e pastaj Allahu Dhul Jalal tafton ato deri në Sidratul Muntaha. Vëllezër të dashur, ju bashmire dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vuajtur me të madhe, me vetmin qëllim që ta përhap këtë din, të mos kishte vuajtur ai, dhe të mos kishte qenë I durueshëm, dhe të mos kishte qenë I guximshëm, nuk do të arrinte kjo fe dhe nuk do të përfshinte kjo fe rrezullin toksor, por me durimin, me mëshirën, me urtësi, me trimni, me burninë e tij që posedonte, sikur graniti qëndronte, derisa realizoi misionin e tij, pra përhapjen e Islamit. Vëllezër të dashur, në këtë vit kur ndodhi Israja dhe Mi'raji, ndodhen disa telashe, disa vuajtje, disa fatkeqësi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ajo ishte e para bojkoti I Mekkasit. Mekkasit bojkotuan fisin Kurejshit 3 vite me radhë, derisa u detyruan prindët të dalin të kërkojnë në përbërloke, të gjejnë një lëkurë, ndoshta mos ka mbetur, ta pastrojnë ato e të uqënë fëmijëve të tyre si ushqim për savallëk, drejt ose darkë. Subhanallah, kështu bojkot të egër ushtruan Mekkasit mushrik kundra muslimanëve. Ka fundi bojkotit ndroi jetë Ebu Talibi. Pasi që mbaroi bojkoti, me njëherë ndroi jetë axha I tij, mbrojtësi numër 1 Ebu Talibi. Pas 3 ditëve, sipas disa variantave, pas 3 ditëve që ndroi jetë Ebu Talibi, ndroi jetë edhe mbrojtësi tjetër I çmuar, pra Hatidja radiallahu anha. Hatidja, vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij shpesh e përmendte Hatidjen, e cila ishte 15 vite më e vjetër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ajo ishte shumë besnike, ajo ishte shumë e sinqertë, ajo shumë e ndihmonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me pasurinë e saj që pat, me urtësinë e saj që pat, dhe me nderin dhe respektin që ja kushtonte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur, para se të ndronë jetë Hatidja, erdhi Gjibrili alayhi salam, por jo të bjen dhe një ajet kuranor si që kish zakon, që kur zbritte Gjibrili dhe viket e pejgamberi, I binte ajete kuranore nga Allahu Dhul Jalal, por në prag të vdekjes së Hatidjes radiallahu anha, erdhi Gjibrili në vizit në shtëpi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I dërguari tha: "Mirë se erdhe o Gjibril, me çfarë ajetin ke ardhur?" Tha: "Ja Rasulullah, nuk të kam pru ajet kuranor, po të kam pru një përshëndetje, një selam të posaçëm nga Allahu Dhul Jalal." Allahu I bën selam Hatidjes dhe thot: "Të përgëzojnë me një pallat të xhenetit e ndërtuar nga diamanti." Këtë selam e ka Hatidja për Allahu Dhul Jalal. Vëllezër të dashur, këto kanë qenë gratë e para, këto kanë qenë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që përshëndetjet I kanë pranuar prej arshialas, jo prej radio edhe televizioneve. Përshëndetjet për Allahu Dhul Jalal.
nga arshi Allahja i ka ardhur përshëndetje Hatijës radiallahu anha, që ajo të mos brendosit me largimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi të mos brendosit nga se Hatijja shkon në një pallat në xhenet i ndërtuar prej diamant. Vëllezër të dashur, ndron jetë Hatijja, mërzitet me të madhe i dërguari, jo si person për Ebu Talibin, jo si person për bashkëshorten, por ato i kishte ndihmues për dinin e Allahut. Nga kjo u dëshpru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk u dëshpru pse vdiq mingja i tij Ebu Talibi, por ai ishte krahu i gjatë që e mbronte në përhapjen e dinit. Jo si bashkëshorte Hatijja, po ai ishte krahu i gjatë i tij që ndihmonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ai mendon tashti se i humbi din ndihmuesat më të afërt të tij, pra axhën dhe bashkëshorten. Vëllezër të dashur, mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hap të çuditshëm, në këtë moment të mërzitshëm, vit të cilin e quajti viti dëshpërimit, pra viti pikëllimit e quajti këtë vit, dhe u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një djalosh të cilin e kishte pranë vetes, me Zeidin radiallahu anhu, dhe mori rrugën të udhton jo më pak se 100 kilometër në këmbët e tij, pa ker, pa deve, pa helikopter special, por në këmbët e tij të bekuara udhton me një djalosh përdore deri në Taif, qytet 100 kilometër larg Mekës së bekuar. Kur shkon në Taif, i thirrën 3 kryetarët e qytetit, ose 3 kryetarët e fiseve. I thirr ato dhe ju shpjegon për qëllimin që ai ka shku. Ato as pak nuk e pranun, por i thirrën banorët e qytetit që të rreshtohen në të djathtë të majt kur kalon pejgamberi, ta gjujnë me gur. Subhanallah, jo ta pritin me lule, po ta gjujnë me gur, se ki ka ardhur të na kallëzon një fe të re, e të na shtin talon fenë e baballarëve, adhurimin e putave e kështu me radhë. E përcjellën me gur, vëllezër të dashur, gjesa gjaku i bekuar i tij, nga koka e tij ra në këmbët e tij. Subhanallah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi u largu nga Taifi, u ndal dhe bëni një lutje, dhe në fund të asaj lutje tha: o Zot, kjo që përjetova për dinin, për islamin, për fjalën tënde, për shahadetin, as pak nuk ka problem, veç një frikë kam, ndoshta ti mos je hidhuru me mu. Subhanallah, njëri që han gur ka kryet dhe gurzohet për të vetmin qëllim, për të ngritë shahadetin, ka frikë vallë, Allahu mos është hidhuru. A kemi frikë na ndonjëherë që as pak nuk kontribuojnë për këtë din, as pak nuk përjetojnë kur fat vështirësie për këtë fe, edhe prapë se kemi gajle se vallë, Allahu, a edhe mo nuk është hidhuru me ne? Vëllezër të dashur, pastaj erdhi Gjibrili alayhis salam me melaqen e kodrave, melaqe e cila se kish zakon ta viziton pejgamberin, por në këtë rast bashkë me Gjibrilin vjen melaqja e kodrave. Gjibril alayhis salam tha: ja Rasulullah, ka ardhur melaqja e kodrave dhe ka një dëshirë dhe ka një kërkesë prej teje. Tha: urdhëro. Tha: ja Rasulullah, a jeni dakord? Dy kodrat e Taifit, njëra në të gjatë e tjetra në të majtë, nga se Taifi ishte në lugin. Tha: a jeni dakord që dy kodrat ti mbylli, ti takoj, ti bashkoj me zvete, dhe ta shduki mbar qytetin, ta shduki mbar popullatën? Subhanallah, para me ndodh lloj dashur. Njeri cili akoma gjaku i tij në trupin e tij pikon, i jepet shanca që këtë popull Allahu ta shkatron, por ki nuk pajtohet me to. A dini çka thot? Jo, nga se unë shpresoj se prej zyretit të tyre do të vinë ma vonë do njoni i cili do të thot: la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Nuk pajtohen të shkatrohet popullit. Vëllezër të dashur, pejgamberi ynë, dini jonë, ne si muslimon, asnjëherë nuk pajtohemi që të shkatrohet dikush me përjashtim kur ai meriton
Dhe kur Zoti e din sa e meriton të shkatërrohet, në atëherë lutim Allahun Dhu Xhelal, të gjitha ato që meriton shkatërimin, Allahu t'i shkatërron. Vëllezër të dashur, pra ky ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdoi rrugën. Mirë po rruga ishte natën edhe ditën, me pushime, me djaloshe, në këmbë pa ushqim dhe pa ujë. Si e kalon të këtë udhë të vështirë, vetëm shpirti i tij e din. Vëllezër të dashur, pastaj arriti në pika të shkurta, arriti në Mekë. Me klasit veç e muran veç se çka ka ndodhur. E shtun edhe mo presion. E të prun edhe mo presionin ndaj të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë Ebu Gjehli, duke kalu pejgamberi pranë tij, Ebu Gjehli mbushi një grusht me zallë dhe ja hudhi në sy pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai duke pastru zallin prej syve tha: "Oh, sa vështirë qenë ka pa ty, o axhaj im." Subhanallah, e përkujton Ebu Talibin. Tha: "Sa vështirë qenë ka jeta pa ty, o axhaj im, se sikur t'ishe ti, se bonte Ebu Gjehli këto, nuk kishte guxim." Gjibril a.s. i tha: "Ja Rasulullah, Allahu Dhu Xhelal thot, mbështetju atij që nuk vdes." Pra mbështetju Allahu. Vëllezër të dashur, këtu shtrohet pyetja, pse Allahu Dhu Xhelal i mori Ebu Talibin, pra minxën, edhe bashkëshorten në këto momente të vështira, pse nuk i la këto të ndrojnë jetë pasi qënë në Medinë, e pasi ta formon shteti, e pasi ta formon ushtrin, e pasi të forcohet, pse nuk ja la deri atëhere? Jo, vëllai dashur, ja murt Allahu Dhu Xhelal që ai të mbështetet në Allahun, e të mos thonë pastaj njerëzit, po, të mos ishe Ebu Talibi, kur kjo fe nuk do të forconte, ama ai me fuqinë e vet. Jo, vëllezër të dashur, fe nuk e mban as hoxha as haxhia. Fe nuk e mban musliman, por e mban Allahu Dhu Xhelal, nga sa e ka garantuar. Por ato të cilët punojnë për këtë fe, fitojnë azillokun e Allahut dhe fitojnë xhenetin. Vëllezër të dashur, vini një natë prej neve, Gjibrili a.s. ta viziton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe t'ja bjen ftesën, t'ja bjen thirrjen. Vjen Gjibril a.s. me një burak me vete dhe thot: "Ja Rasulullah, Allahu Dhu Xhelal të ban selam, hip ti burakut, se do të shkojmë, do ta vizitojmë Mesjidul Aqsa." Vëllezër të dashur, Allahu Dhu Xhelal thot: "Është Allahu ai i cili e udhtoi robën e vet, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në një pjesë të shkurtë të natës, prej Mesjidul Haramit deri në Mesjidul Aqsa." Mesjidul Harami, Ka'bja, atëherë nuk ishte xhami, nga se në to nuk u bofte namaz, ruku e sejdë, por në mbrendinë e saj kishte 360 puta. Në to aduroheshin putat, e që Allahu Dhu Xhelal thot mesjid, xhami, thot në ato që do të vinë të ardhmen, dhe Ka'bja ma vonë u bo xhami, mua shu u bo xhami faltore, por ruku dhe sejdë për namaz, edhe Mesjidul Aqsa. Pra vëllezër të dashur, Gjibrili a.s. bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për një pjesë të shkurtë të natës arritën në Mesjidul Aqsa. Kur hin brenda në xhami, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa shumë njerëz brenda. Tha: "Ja Gjibril, po kush janë këto që kanë hyrë para neve?" Gjibril a.s. i tha: "Ja Rasulullah, këto janë pejgamberët e mëparshëm, kanë ardhur në xhami të pritin ty, të kanë ardhur në selam." E pastaj urdhri për Allahu Dhu Xhelal që këto pejgamber, së bashku me pejgamberin e fundit me vullën e tyre, të falin 2 rekat namaz, në atë formë që në falë pejgamberit më parë. Dhe pasi që ngritën dhe u bën gati për të falë namazin, valë kush do të del imam? Kush do të del imam tash? Këto një kanë xhamat të rëndonët. Kush do të del imam i tyre? Pre Hazreti Ademi deri te Hazreti Isa, gjithë pejgamberët që kanë ardhur, numrin e tyre e din vetëm Allahu Dhu Xhelal. Të gjithë e kanë mbush Mesjidul Aqsa, janë ngritur gati për namaz, por pyetja mes tyre shtrohet: vallë, kush do të del imam? Kujt do të jepet e drejta të primë në namaz para pejgamberëve? Ngrihet Gjibril alayhis salam dhe i ban me shenjë
i bën me isharet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot ja Rasulullah, ti dil iman. Dhe del iman i mbar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që nga kjo të kuptohet se mo Islami do të jetë feja e pranuar në rrezullin tokësor. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të jetë vula e pejgamberëve. Kurani do të jetë vula e librave të shpallur dhe Islami do të jetë vula e mbar pejgamberëve që kanë ardhur me fen, me të vetmin din pra me Islamin. Vëllezër të dashur, pastaj vjen urdhri Allahu Dhul Jalal pas namazit që Gjibrili alayhi salam bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ngriten lartë në qiell, lartë o vëllezër të dashur, në Sidratul Muntaha, për një kohë shumë të shkurtë. A di çka thonë ulemoja? Tek yllin më i afërt, tek yllin më afërt tokës, një anije kozmike me shpejtësi 700 km/h të udhton, i duhet të arrijë deri te yllin më i afërt, i duhen 3 vite të plota. Anije kozmike 700 km/h dhe të udhton 3 vite të plota të arrijë te yllin më i afërt. Po të arrijë në Sidratul Muntaha, që s'ka mundësi, po sa vite duhen, aq sa duhet të vjen drita e yjeve, që drita e yjeve në rrezullin tokësor arrin në shpejtësi 300 km/s, në shpejtësinë e saj arrin me 1.000.000 vjet dhe ka yje që ende drita e tij s'ka arrit në rrezullin tokësor. Pra ngrihet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri te Sidratul Muntaha. Kur vin para Sidratul Muntaha, pra që udhton me Gjibrilin alayhis salam, i cili pa shenja të çuditshme, duke u ngrit lart në qiell, pa disa shenja që nuk premton koha shumë prej tyre të përmendit, po do ta përmendin vetëm një rast, vetëm një pamje që na përcjellin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga shumë pamjet e tij. O vëllezër të dashur, pa në një kat prej qiellve Ibrahimin alayhis salam, një plak i bukur, një plak i heshëm, me disa fëmijë rreth tij që mbronin, e pyeti Gjibrilin, o Gjibril, kush është ti? Tha, kjo është Ibrahimi. Tha, mire mora vesh, i pas ka hije për pejgamber. Subhanallah, pejgamberët kanë pas bukurinë e tyre. Tha, po kush janë këto fëmijë që qëndrojnë pranë ti? Tha, ja Rasulullah, këto janë fëmijë të muslimanëve që kanë vdekur të vegjël, s'kan pas mundësi ta mësojnë Kur'anin. Ibrahimi ja mëson Kur'anin, që në xhenet edhe ato ta dinë Kur'anin. Pra atyre ja mëson Ibrahimi, pa atyre që janë rritë, kush do t'ja mëson që se kanë mësuar? Vëllezër të dashur, pastaj në një kat të qiellve, kur arritën, ndërgjoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hati një aram shumë të këndshme. Aram parfymi shumë e këndshme. Tha, ja Gjibril, çfarë është kjo parfym? Çfarë është kjo aram? Tha Gjibrili alayhis salam, ja Rasulullah, kjo aram vjen nga një grua muslimane e cila ka qenë shërbetore, kujdestare e vajzës së Firaunit. Subhanallah, një shërbetore e cila ka shërbi në oborin e diktatorit, në oborin e Firaunit, por ka pasur vetëm një detyrë. Çfarë detyre ka pas? Që krehin flokët, që zbukuron flokët vajzës së Firaunit. Dhe një ditë për ditë, duke krehur flokët e vajzës së Firaunit, duke ja drejtuar flokët vajzës së Firaunit, i ra krahnin tokë. Kur ullë të mare krahnin në dorë, tha Bismillah. Kur ndëgjoj vajza e Firaunit, tha qka? Qka është kjo fjallë? Tha Bismillah, tha nemën të Allahut. Tha nemën babës tim? Tha jo, baba i nuk është zotë, tha. Unë i besoj Allahut një. Tha pse? Ti ke guxim ti besojsh tjetër kujt përveç babës tima? Tha po, unë i besoj Allahut, i cili është Zoti imi, i yti, edhe i babës tonë, edhe i mbar gjithësisë, edhe i mbar njerëzve. Bia e Firaunit së shpejti shkoi dhe e lajmëroi babën e vet dhe tha, babi im, ajo që më shërben mu, që më ndresh flokët mu, nuk të beson ti për Zot, po pas ka një Zot tjetër. E thiri Firauni, erdhi pranë Firaunit, tha, a me të vërtet i beson tjetër Zot?
Tha po, unë besoj Zotin, besoj Allahun që s'ka Zot posti. Ajo femër në vëllezër të dashur, ajo grua ishte nanë e 4 fëmijëve. I tha Firauni, shkoj meri fëmijët beri para mua. Shkoj mori fëmijët i proni para Firauni. Firauni porositi të kallet një zarmë, të ndjezet një zarmë ku marrë një furë prej bakri. Një furë prej bakri dhe ndjezi një zarmë të këndelur të fortë. Dhe i tha kësaj gruaj, kësaj muslimani, i tha, a do të besosh në mua si Zot, apo do të vazhdosh ta besosh edhe mua Zotin tënd? Tha jo, unë do të vazhdoj ta besoj Zotin tim, Allahun. Tha nëse nuk them, shikoj çka kam me bë. E mori Firauni fëmijën e më të madhin fëmijë të kësaj gruaje dhe e hudhi në zjarrin e këndelur. Pasi u shkri fëmijën, pasi u shkri djali, tha, edhe mo vazhdoj të besoj në tjetër Zot, tha, vazhdoj të besoj Zotin Allahun një. E mori të ditin ja hudhi në zjarr, edhe mo vazhdoj të beson Allahun. E mori të tretin ja hudhi në zjarr, edhe mo vazhdoj të beson në Zotin. Kur erdi te i fundit, të cilin e kishte në prehen të vetë, vëllezër të dashur, ato që i kishte në prehen, pra ishte foshti në prehen e nonës, filloj të shiqon. Kur filloj të shiqon fëmijë në prehen, të cilin e kishte në krah, e shkëmboj fort një herë, atëherë fëmiju ngriti krije dhe tha, nam, mos u likshon, mos u dorëzon, beso Allahun njën. Subhanallah, foli fëmiju ka kohë, tha nam, mos u dorëzon, beso Allahun njën, mos u frigo, pëse unë hudhem në zjarë. Vëllezër të dashur, kjo grua, bashkë me fëmijë në krah që pishte, u hudh në zjarë me vetmin qëllim që të mos largon besimin në Allahun dhu Gjelal. Vëllezër të dashur, nonat e sodit, jo që ta hudhje vladin në zjarë, po i thot bijës vetë, ani me nonë, se ti e reje, po ta shosh në zehet, edhe pak preje teknise, shumë të gjatë e kije, edhe pak majcën me kraha matë shkurë, vetëm me dizga, po ti e reje me nonë, ha se ti e reje, se në zehet është vabë, subhanallah, a kjo është vabë, apo zjari, a kjo është vabë, apo zjari gjehnemit? Vëllezër të dashur, kjo grua muslimane u hudh në zjarë me fëmijën e vetë në krah që kishte, vete pensa shkoj me vetëm qëllim që Allahun ta beson, Allahun të mos e mohon, pos Allahut që kërkuj Zot të mos i thon, dhe kjo grua ka hyrë në xhenet bashkë me fëmijët e saj, po ç'është karakteristikse? Një kap prej katëve të qiellit i vin era aroma e miskut për asaj grua muslimane. Vëllezër të dashur, kështu kanë qenë musliman. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Gjibrilin arritën para Sidratul Muntahas. Kur arritën para Sidratul Muntahas, Gjibrili u ndal, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ja Gjibril, e thash, tha ja Rasulullah, ti vazhdo rrugën, unë deri këtu e kam stacionin e fundit. Por nuk ka leje më në tonë. Më të tjerë nuk kam leje, ti vazhdo. Vazhdoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si thot Allahu dhul jalal në Kur'an, thumma dana fatadalla fakana qaba qawsayn aw adna. U afru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u afru deri në Sidratul Muntaha, aty ku e pa për herë të fundit Gjibrilin në formën e tij, siç e ka kriju Allahu dhul jalal, pastaj vazhdoi rrugën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përshëndeti Allahu dhul jalal së pari dhe tha at-tahiyatu lillah wa salavatu wa tayyibat. Përshëndetje, fjalë të bukura, punë të mira, të pastra i takojnë Allahu dhul jalal. Lutjet, faljet, kërkesat i takojnë Allahu dhul jalal. Allahu dhul jalal ja mori selamin, ja mori përshëndetjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka i tha? Assalamu alejke ejuhën nabi. Selami qoftë për ti o pejgamber. Assalamu alejke ejuhën nabi. Wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mëshira e Allahut dhe bereketi e Allahut dhe të mirat e tij dhe bekimet e tij qofshin për ti o pejgamber. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e merr selamin, por se mban vetëm për vete, por thot assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Selami qoftë mbi mua dhe mbi robët e Allahut, mbi robët e mirë,
të Allahut, pra mbi njerëzit e mi, mbi musliman, prej arshjallas, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për cilë përshëndetjen e Allahut, deri te ummeti i tij, deri te njerëzit që besojnë Allahut dhe pejgamberi. E pastaj fa auha ila abdihi ma auha, Allahu Gjelal i shpalli çka dashti dhe i tha çka dashti vetëm ai e din dhe ai që ishte dhe ai që ndëgjonte fjalët e Allahu Gjelal, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para se të ndahet, para se të mbaron vizitën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: o Zot, ti je ai që e dhurat, cila do të jesh dhurata ite për mua dhe ummetin tim. Tha Allahu Gjelal: o pejgamber, dhurata ime për ty dhe ummetin tënd është 50 namaze brenda ditës dhe natës. 50 namaze. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi rrugën kur arriti në kotin e 6 të qiellit, si që ka takuar dhe kur u ngrit lart, u taku me Hazreti Musa. Musa alayhis salam tha: o pejgamber, çfarë dhurate dha Allahu Gjelal? Tha: më dha 50 namaze gjatë ditës dhe natës. Tha Musa alayhis salam: o Rasulullah, unë kam përvojë të hidhur në ummetin tim, 50 namaze janë shumë, lutë Allahu Gjelal ta pakon. E lutë Allahu pejgamberi: o Zot, tha, ndoshta mos janë shumë 50. Allahu Gjelal tha që prej 50 dhe 25. Erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur u taku me Hazreti Musa, e pyeti tha: çka ndodhi? Tha: mi zbriti prej 50 25. Tha: ja Rasulullah, edhe mo janë shumë për ummetin tonë, lutë Allahu ta pakon. E luti edhe një herë. Allahu Gjelal tha: o pejgamber, unë do t'i la ty fars 5 namaze në ditët, pra 5 në praktik, ndërsa në vlerë do t'i shpërblej si kur në i falë 50 namazë. Vëllezër të dashur, 5 kohë namaze, në u bën fars pra arshi Allahs, nuk në u bën fars në tokë, në sipërfaqen e tokës, si që u bën fars ibadetet tjera. Namazi në u bën fars pra arshi Allahs, 5 kohë të namazës, edhe ato në duken shumë, po të shinkon 50, çka do të bënshin ne? Subhanallah, 5 kohë të namazës, dhurati ki o vëllezër të dashur, dhurat dhe oshtan në vend të mirajit, kohë namazi për ummet. Muslimani kur fal namaz, ajo është në miraj, si që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në miraj. Vëllezër të dashur, erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Gjibrilin alaihi salam, zbritën në Mesjidul Aqsa, marrin borakun, vazhdojnë rrugën, arrin në Mekë, pushon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa zati gjithki udhtim o vëllezër të dashur, gjithki mision sa zati. A dini sa zgati, a dini sa kohë mori, kur u kthi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtratin e tij ku ish duke pushur, kur erdhi Gjibrili ta merr, a dini çka ndodhi? Shtrati edhe më ishte ngrohtë. Subhanallah, ka zgato vëllezër të dashur, por Allahu Gjelal është ai cili i bën punën me shpejtësi që neve s'na mërmendja, por pasi na shpjegon Allahu në Kur'an dhe pejgamberi në hadith, për neve kjo është mos e besueshme se sa një bëjnë dy. Kur arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, pushtoi deri në mëngjes u ngrit, doli në mbështet pranë Ka'bes, kaloi Ebu Xehli, tha çka ka treje sot? Tha sot ka treje, se unë sonte natën kam qenë në Mesjidul Aqsa, pra në Kudus, në Palestinë në okupuar nga duart e qifutëve, që muslimanë shumë pak brendosën për to. Tha kam qenë në Mesjidul Aqsa, pra në Kudus i Sharif. Ebu Xehli për herë parë i tubon njerëzit që të ndëgjon fjalën e pejgamberit. Vetëm tubon, thot, afroni të ndëgjoni çka thot Muhamedi. Kur u tubon njerëzit, tha urdhno, tha po ju tregoj se sonte kam qenë në Mesjidul Aqsa, tha edhe je kthim të njëjtën natë, ustë të cilën na e bën me muaj me devet tona, ti ke shku dhe ke ardhë, tha po me fuqinë Allahut. Disa njerëz e lëkunin krijë, disa u largoshin, çdo që ta ndëgjojnë, se është e pabesueshme. Vëllezër të dashur, pastaj Ebu Xehli e takoi Ebu Bekrin dhe tha: ja tregoj rastin. Ebu Bekri tha: e ka dikale? Tha: a ka thonë? Tha: po është ku thonë bile, vazhdon ta thot. Ebu Bekri tha: nëse ai ka thonë, unë i kam besu, çfarë do mos i besoj?
pasi që i besoj se i vjen me laqja prej qiellit dhe ja bjen Kur'anin për Allahut xhelal, se të mos i besoj që fuqia e Allahut mund ta ngrej edhe këtë ta çon. Pra vëllezër të dashur, nuk bëhet fjalë për fuqi njerëzore, nuk bëhet fjalë për ngritjen e pejgamberit si njeri, por bëhet fjalë për fuqinë e Allahut xhelal, që ai kur don një gjë i thot kun feyekun, bëhu dhe ajo është bëhu. Te Allahu nuk ka punë të zamesh, te Allahu nuk ka punë të vështirë, te Allahu nuk ka punë të rëndë. Pra u emërtu Ebu Bekri Es-Siddiq, nga se e besoj fjalën e pejgamberit edhe më pa i dëgju nga goja e tij. Pastaj tha, a kemi një argument që ti ke qenë në Mesjidul Aqsa? Tha, udhëzoni, çfarë argumenti doni? Tha, a mund të na përshkruash Mesjidul Aqsa? A mund të na tregosh si ishte Mesjidul Aqsa? Dhe zë dashur, pejgamberi në Mesjidul Aqsa hani natën dhe nuk kishte rrinë dhe nuk kishte dritë. Tha, po ju tregoj. Allahu xhelali aproni parasive në Mesjidul Aqsa dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregon që këtu është një direkt, që këtu është një dritare, që këtu është dritarja tjetër, që këtu është dera, që këtu është hinja, që këtu është sipërfaqja, që këtu është kumja. Kur ja tregoj, a dini çka than? Po, Mesjidul Aqsa ja çashtu është, ama ti na rrenë edhe se ke qenë atje. Subhanallah. Mesjidul Aqsa ja çashtu është, ama ti kishe qenë atje, na rrenë ti s'ke qenë. Po si e din se si është? Subhanallah. Pastaj tha, a doni një argument tjetër? Do t'ju tregoj se karvani deve dhe juja e kom taku filon vend. Do të vanohet se ka ndodhur një vjedhje, prandaj do të vanohet. Do të arrin filon dite duke dal dielli. Kur del dielli, karvani do të arrin. Filon devja e filonit prin deveve përpara. Tha prit një filon dite duke dal dielli kanë në arrit. Kur erdha ajo ditë, nxjerrën dy njerëz. Njëri rumte lindjen e diellit, a tjetri pritte rrugën të shef deve. Njëri tha, që dielli ka lind, a tjetri tha edhe devet arritën. Pra kishte argumenti tjetër. Megjithatë, ata që nuk dashën nuk besojnë, ata që dashën besojnë. Vëllezër të dashur, Israji dhe Miraxhi në pika më së të shkurta, nga se kjo është ndodhi që duhet të përkujtohet. Vëllezër të dashur, na me këtë çka demi të themi? Duam të themi me këtë se na duhet të marrim mësim nga durimi, nga qëndrueshmëria, nga burnia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duhet të marrim mësim se Allahu xhelal kur do një punë të bëhet, nuk ka shëronda as pak për Allahu xhelal. Duhet të marrim mësim se namazi na u bë fars për arshi Allahs, pa ndërmjetësimin e Xhibrilit. Prandaj Allahu xhelal na lehtësoi dhe na dhuroi 5 kohë namazit. Mos ta na shkalojmë namazin, por ta falim namazin, ta ruajmë namazin si dyshit e babë. Vëllezër të dashur, pra lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpallja e Kur'anit Kerimit, Israja dhe Miraxhi, hijreti, shpërngulja, lufta e Bedrit, çlirimi i Mekës, janë data të cilat duhet të përkujtohen dhe nga kjo musliman duhet të mësohen, të marrin mësim nga jeta, nga ndodhit, nga biografia e të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra vëllezër të dashur, Israja dhe Miraxhi përsëriti. Dhe Israja dhe Miraxhi cila ka ndodhur në 27 natë të muajit Rajab. Nata e 27 e muajit Rajab, sipas shumë variantave, është nata e Isras edhe Mi'rajit. Na kur përkujtojmë rastin dhe ndodhin e Isras edhe Mi'rajit me shumë keqardhje e përmendim, nga se vendi ku është ngrit pejgamberi për në Mi'raj, pra Mesjidul Aqsaja, sot rënkon në okupimin që fut, ku muslimant kanë dhe posedojnë mundësi materiale, ushtarake, njerëzore, të gjitha i kanë mundësit, por ju mungon guximi të cilin e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e ka pas Omer ibn al-Khattabi, të cilin e ka pas muslimanët e parë. Sot muslimanëve ju mungon në vëllezër të dashur. Ju mungon muslimanëve guximi, pra kjo që thamë deri tash, inshallah nuk i kemi lodha se kemi mërzit, duke përcjellë një ndodhi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke shpresuar Allahu xhelal që muslimanët të kthehen islamit, muslimanët ta çlirojnë Mesjidul Aqsan, muslimanët ta lirojnë Mesjidul Aqsan nga thundra okupatorëve, të cilët e kanë fllihur me këmbët e tyre Mesjidul Aqsa. Lusim Allahu xhelal
që Israja dhe Miraji të jetë një kujtim për mbar muslimant dhe të jetë një gajlose për mbar muslimant dhe të jetë një mësim për mbar muslimant në biografin dhe ndodhit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe dhasht Allahu dhul Jalal burra që të marrin guximin dhe ta çlirojnë Mesjidul Aqsa dhe t'ja kthejnë vlerën të cilën e ka, me të cilën e ka lavdëruar Allahu dhul Jalal në Kur'an. Lusim Allahu dhul Jalal musliman kudo që gjenden Allahu t'i bashkon zemrat e muslimanëve në mes vete, Allahu t'i dashuron. Nga presat e kanë musliman mes vete, Allahu t'i largon. Lusim Allahu dhul Jalal rinin ton në Islam ta udhëzon. Pleqët ton të jetë jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfërit ton Allahu t'i pasuron, të sëmurit ton t'i shëron, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i mëshiron. Mbar muslimanëve që ndihmon, zullumqtarët mes vete helash t'i ban. Ela in ahsan al-kalami wa ablaga an-nizam. Kalamullahi al-Malik al-Qadir al-Aziz al-Allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام صلاة الله سلام الله عليك يا رسول الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. صلاة الله سلام الله عليك يا حبيب الله. Başına önder peygamberin në cennet kishe zanven falej lutej për mu të mjerin ose me mda për gjehennem falej lutej për mu të mjerin ose me mda për gjehennem. Salatullah salamullah